një person në jetën tënde, ndoshta ish partner, ish shok, ose dikush nga familja që nuk e do ta shohësh të lumtur, ti nuk e pranon, por truri i te di. Sot do të tregoj si inat i shqiptar, ai inat i vjetër, i thellë, i mbajtur me vite po të bllokon pikërisht ty. Jo atë person, ty. Dhe çfarë mund të bësh për ta lëshuar? Kur ke inat me di kë truri yt hap një dosje, dhe çdo ditë e rilezon atë dosje. Çfarë bëri? Si të lëndoi? Çfarë tha? Dhe ndërkohë që ti rilezon atë dosje, humbet energji, kohë, fokus, ai person vazhdon jetën e tij. Ai person fle mirë. Ai person nuk di as që ti je i zgjuar natën duke menduar për të. Inat yt po dëmton vetëm një person dhe ai person je ti. Inat i është bërë identitet për shumë prej nesh. Ndjet si forcë, por realisht po bllokon çdo vendim të ndin karrierën, paratë dhe marrëdhënie. Ti po merr vendime bazuar mbi të kaluarën e dikujt tjetër, jo mbi të ardhmen tënde. Falja nuk do të thotë se ai kishte të drejtë. Falja nuk do të thotë se harron. Falja nuk do të thotë se ai meriton diçka. Falja do të thotë, e lëshoj ngarkesën, sepse unë dua të fluturoj. Energjia e inatit dhe energjia e suksesit nuk rrin bashkë. Nëse kjo video të ka prekur dhe nëse doni të kuptoni si të çliroheni nga kodet e vjetra që ju mbajnë peng komento fjalën kodet poshtë dhe ju dërgoj falas librin kodet sekrete të pasurimit direkt në mesazh privat. Vetëm kodet. Dhe unë e bëj pjesën tjetër. Javën e ardhshme. Si të fitosh para konkretisht duke filluar nga zero. Jo motivim bosh. Hapa reale, të hënën, mos mungoni.